Andaj këtë që përna ndodhin për në pipëritojnë a për jetë parë. Po, për herë të parë. Profesor. Po, pikrisht, tu më falë të spjegoj edhe këtë shkurt. Dalimin mes dorëheqjeve të mahershme, kur kemi pasur gjysëm, zakonisht asnjë qeverisje nuk ka mbaruar 4 vjet mandat. Plota, jemi prish koalicion. Dhe dorëheqjet janë dhënë me emocion, si rrjedhoj emocionit mosbesimit. Është dashur të jepet dorëheqja e qeverisë kuvendit, ai që ka emëruar qeverinë. Këtu tani në këtë rast kemi kuvendin jashtë mandatit. Ma jashtë mandatit, po. Qeverin jashtë mandatit, nga 23 marsi s'ka që. E kujt do të më afru dorëheqjen kryeministri? Po ja ka ofruar kryetarit të kuvendit për cilin rregullorja e kuvendit që kanë miratu jo vetëm kjo partia në pushtet ose koalicioni, po edhe këta që po e kundërshtojnë. Do të thotë, me ligjin e ri, kryetari edhe pse nuk funksionon kuvendi, është në detyrë. Me rregulloren e ri, është kryetar në detyrë. Dhe ju e konsideroni si të dërhequr kryeministrin. Po, të dorëhequr për arsye se e ka dhënë formën, nëse nuk është adekuate, nëse nuk është e mjaftueshme, siç kanë thënë këta që po kundërshtojnë, se ai e ka dhënë për këtë qeverinë, ka thënë qeveria. Atëherë munden edhe këta veç e veç ministrat e japin, por është një normë në kushtetutë, po them ka kontradiktoritete, kolizione mes dispozitave të kushtetutës, ligjeve, ligjit dhe ligjit, nenit, thotë, me dorëheqjen e kryeministrit bjen qeveria. Krejt qeveria bjen, që do të thotë, nuk kanë nevojë ata veç e veç me dhënë dorëheqje. Çdo gjëra duhet t'i sqarojnë ata dhe mund të vazhdohet. Profesor, në rast ta shtrohet pyetja, është hera parë, në fakt kemi pas që ju shtrish kryeministri ja ka kthy prap kuvendit, është hera parë që kryen edhe kuvendi edhe qeveria në një gojë kryen mandatin. Tash është hera parë prej pavazisë. S'ka ndodhur kurrë. Kjo është ironia e fatit. Asnjë rast në qeveri s'ka shku 4 vjet. Është qeveria e parë që shkon 4 vjet. Profesor, të ditë që është hera parë, është pyetje legjitime me shtru, sigurisht, edhe gjithandaj flitet. A mund të jetë ta marrë edhe pozitën e kryeministrit në detyrë, zoti Kurti, edhe në njëjtën kohë ta jap edhe betimin si deputet? A është keli kushtetuese? Edhe a mund të përdoret nga opozita të drejtohet gjykatës kushtetuese? Çfarë thot kushtetuta? A ka të drejtë me marrë me qenë edhe kryeministri në detyrë, edhe në njëjtën kohë me dhënë deputet? Na dim që në qeveri e zotit Hotit ka pikërisht të shajnë deputeti. Në disa shtete ka mundësi dhe ekziston si normë kushtetuese dhe juridike. Për Kosovë? Jo, për Kosovë, ma heret ka ekzistuar. Tani, me ligjën të fuqie dhe me ligjin që vetë kjo qeveri e ka miratu, e ka quë dhe në Komision të Venedikut, ose Venecia, që pejton ata, edhe neni 26 e ka përjashtu këte. Do të thotë, nuk mund të jetë kryeministri? Nuk mund të jetë në kohë tjetë edhe atje. Sepse funksioni i legislatorit, në këtë rast deputetit, është legislator, është ligjvënës, njëri prej 120-ve, dhe ekzekutuesit, pra në pushtetin ekzekutiv ministrit, nuk është i njëjtë, është në konflikt interesi. është konflikt interesi, sepse këta të ekzekutivit me ligj dhe kushtetut duhet të përgjigjen gjithmonë dhe janë të subordinuar në kuptimin e pozicionit që kanë, duhet të zbatojnë ligjet kuvendit. Tash të libi intervendynë, a pidoket pak paradoksale, vetë një ligjë që ka aprovu kjo qeveri, e të njëjtën kohë, zoti Kurti insiston të qenë edhe kryeministri në detyrë, e të njëjtën kohë me dhanë debat. Po jo, sigurisht nuk është në rregull, në bazë të norma që përmenda, edhe dispozitave dhe ligjit vetë qeverisë, është e papërpothshme. Çka ndodh nëse lejojnë opozita? Do duhet që ta sqaroj kjo në një formë tjetër, pra nuk ka gjë të keqe. Ani që shkruan kushtetutë që me rënien e kryeministit bën qeveria, do duhet pse të mos e japin veç e veç për ta përmbushur një kërkesë të këtyre që po kundërshtojnë. Por këta që po kundërshtojnë kanë një kërkesë edhe më tepër, dhe kjo po ju them këtyre, sepse ata thonë që të mos shkojnë në zyre fare. Ndërkohë që vetë kur kanë dhënë dorëheqje më herët, kanë kry detyra teknike administrative vijuse që... Por kanë qenë periuda kur është prish koalicione dhe kanë qenë deri afati 10 ditë, 20 ditë deri sa shkojmë zgjedhje. Po flasim në situatë këtë tjetër. Po, ama ka zgjat disa. Çka ndodhi se lejon opozita me dhon betimin zotin Kurti edhe si kryeministër në detyrë e në njëjtën kohë si deputet. Se mundet mjal shumë, ja dhon si hile. Edhe mjal shumë. Edhe çet. Po, jo, shkelje është absolutisht. Çka ndodh? Drejton gjykatës kushtetuese,
Jo, nuk mund të drejtohen sepse janë në proces të konstituimit. Tash për tash partitë politike. Po mas ande, mas i konstituohet. Mas i konstituohet, ata që janë drejtuar 11 raste, 10 raste i kanë fituar, ma herët, mund të drejtohen partitë. S'ka ndodhë mandej nëse gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese. E çon me në zgjedhje mandej? Natyrisht, faktikisht, sikur ka ndodhur me rastin e kryeministit, të cilin e shpalli jo legjitim dhe jo ligjor, jo kushtetues qeverinë e tij të atij kryeministit atëhershëm zotit Hoti. Ta shtrot edhe pyetja tjetër, nëse ju në basë sotit që tatë keni 120 deputet, e spjegove me sa vota mund të kalojnë komisioni, thatë nuk vynë 61, vynë pjesa me madhe pjesëmarrës të deputetve, sot ka mujtë me kalu në bazë deklaratar që i kanë këta votat, edhe në bazë numrave. Ta është pyetjes time, zoti profesor, a mendon se zoti Kurti po tenton të blej kohë, ta prolongoj kohën vetë? Absolutisht, konkluzioni logjik është i tillë, të dy palët, sepse janë në pat pozicione, janë në pozicione minore. Votuesi i ka vënë të gjithë dhe ka dhënë leksion, po këta nuk po duan ta kuptojnë ose nuk di çka po ndodh me ta, sepse ju ka thënë që nuk e meritoni më shumë se kaq, sa ju ka dhënë. Dhe ju ka dhënë të dyve mundësinë që të bëhen bashkë. Këta populli me votën e tij ka kërkuar që të ketë një qeverisje të përbashkët, të merren vesh, ta bëjnë një qeverisje me bazë të gjerë, stabile, 4 vjeçare, e cila ju bën bazë sfidave dhe kërkesave dhe rreziqeve nëse doni të sigurisë, po edhe shantazheve që mund vinë nga jashtë nga brenda të kohës. Nuk po e bëjnë këta. Profesor, a ka ndodhur, si ish profesor universitar, si njëri për piluesve të kushtetutës, a ka ndodhur në historinë e pas luftës, në historinë e pas pavarësisë që mos votohet komisioni për verifikim? Jo, kjo është hera parë dhe është për të ardhur keq sepse është një çështje ekskluzivisht tekniko-administrative që ka interes të gjithë kanë. Madje ka pasur për më tepër gati pa marrë parasysh ato kontradiktat që kanë pas ideologjike